Ishte vetëm 17 vjeç. Shkolla për te ishte sfidë, po në shoqëri ai ndryshonte shumë. Ai dinte të sillej me njerëzit sipas konjunkturave dhe shkallës së respektit që kishin ata. Kjo bëri që asnjë të mos e njoh se kush ishte në të vërtetë. Por me 12 shkurt të vitit 2009, turma e madhe që e përcolli për mbanesën e tij të fundit, tregoi qartë se ishte i ri me vlera. Kjo ishte dhe në vend të përgjigjes. Ky djalë i shëndetshëm dhe i fuqishëm, i dashur dhe i respektueshëm, gjinizohet me 8 shkurt të vitit 2009, kur pranë tij ulet vdekja dhe pas 4 ditësh përfundimisht ai dorëzohet. Për familjen e tij, vdekja ka mbetur mister, edhe pse autopsia që u bë në spitalin ushtarak tregoi se humbja e jetës i ka ardhur si pasojë e përdorimit të më shumë se 2 paracetamolve për dhimbje koke, gjatë kohës që ai po konsumon të alkool. Reaksioni që i shkaktoi kaloi në elmin në sistemin nervor, duke i sjellë vdekjen e pashmangshme. Dëshira e tij që u bë dhe fundit për të ishte që ditën e Shën Valentinit ta kalonte në dal, por që nuk u realizua kurrë. Jeta e tij e shkurtër nuk i dha kohë të realizonte ëndrat e tij. Vdekjes nuk i shmangësh dot. Vdekja herët apo vonë do të vijë të madh. Ajo nuk ka frikë askënd dhe nuk të fal. Je apo s'je njeri.